Nënkryetaria e Bashkimit Demokratik për Integrim Arta Bilalli Zendeli në emisionin Debat në Shenja ka komentuar reagimet e koalicionit të Vlen lidhur me pjesëmarrjen e përfaqësuesve politik në protestën e studentëve për jurisprudencën, duke thënë se Vlenit i ka penguar vetëm prania e përfaqësuesve të BDI-s. Sipas saj, në protestë kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive të tjera politike, por kjo nuk ka nxitur reagime nga Vleni. Në këtë emision, Zendeli kritikoi edhe qasjen e zëvendës kryeministrit të parë Bekim Sali ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur për të protestuar. Ajo tha se deklaratat e tij ndaj studentëve kanë qenë të papërshtatshme dhe kanë tejkaluar një reagim institucional. Më shqetësuese ishte fakti se zëvendës kryeministri i parë shkoj shumë më larg se sa vetë kryeministri dhe e quajti, duke marrë guximin edhe të ironizoj, për të mos them edhe të ofendoj studentët e Shqipërisë, duke adresuar apo duke artikuluar se ata nuk e dinë edhe për çka protestojnë. Në ndërkohë që ne kishim një solidarizim nga studentët e Shqipërisë, që kishte munguar për gjatë kohë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ishte një akt për tu përshëndetur. Zëvendës kryeministri i parë, cili është shqiptar, duheshte që të solidarizohet me ata student dhe të ngrej zërin që ata student të mos dërgohen në qytetin e Kumanovës, apo të reagoj kundër atyre të cilët ne i pam ato pamje, tani gjithçka është e filmuar, i pam pamje të cilët kishin pas një sjellje të vrasht me studentët, e jo të ironizoj sa e din ata apo nuk e din se përse janë duke protestuar. Ndërkaq, Zendeli tha se Vlen i atribon përgjegjësim BDI-s për procese dhe çështje për të cilat sipas saj nuk po arrin të gjejnë zgjidhje. Sipas Zendelit, proceset demokratike duhet të avancojnë vazhdimisht edhe nuk duhet të pengohen nga ndryshimet e pushtetit.